e jashtëzakonshme se si mundet një grua t'i bëjë të gjitha, duke pasur parasysh sa sport i vështirë është karateja, është boksi ti, nuk e menduar për gjinik, e menduar vetëm për garë dhe për komp. Patjetër. Po flamuri kombëtar në kratë tu i ka bërë shumë njerëz të qajnë, po pastaj kur ishte momenti që ti vure flamurin e Kosovës? Kur erdhi ky moment që u mbulove flamurin e Kosovës? Unë në flamurin e Kosovës e kam pas rastin në vendos vetëm në uniformën e policisë që e barti tani. Unë e dirin, flamuri kombëtar është në zemrat tona gjithmonë. Ai është i qëndisur në zemrat tona. Flamuri i Kosovës është flamuri i shtetit ku unë e kontriboj, jetoj edhe me shumë krenari e përfaqësoj në gjitha fushat, edhe kudo që të më jepet mundësia, pavarësisht. Po na jemi një dhe nuk ka ndaj rëndësi të veçantë. Për shembull, a është ky flamur, ka mujt me qenë tjetër flamur, po është i Kosovës edhe unë e respektoj edhe çdo pikë gjakut, domethënë e japim për ta. Sa prekse është fakti që investimi ynë i madh, i gjithë shkaje që ne ndihemi krenar që e bëjmë, të shkojë për flamurin e kombit, atë flamur që na bashkon në Tiranën, në Tetove, në Prishtinë, në Çamërie, kudo ku jemi shpërndar, ne shqiptarët e një gjaku e gjuhe. Kështu që ti ke bërë krenar flamurin tënd, dhe kjo është një mrekulli. Ky angazhimi yt kombëtar, kjo nevojë që ke ti për kombin, nga ka qenë edukuar në familje, çka ka ndodhur me edukimin tënd? Unë jam rritur e prej se mboj mend veten, si fëmijë, ndoshta më duket më përpara fjalën e parë që na ka mësuar kombin në familje, unë jam për një familje që na e kanë ngulit në kokë edhe në zemër shumë kombin, edhe që na i detyrohemi, në fakt jetojmë për vendin tonë, për shtetin tonë, për kombin tonë. Gjysha ime e ndjera, që nuk jeton më, na ka edukuar shumë dhe na ka thonë ju keni një mision, se Zoti sikur kishte dashur, ju kishte çu dikon tjetër me lind, ju ka lind këtu dhe ju e keni mision, këtë vend e keni amanet prej Zotit, që duni me bu krenar, edhe s'duni me turpnu kurrë. Me çka do që të merrni, me çka do që të veprani, edhe na ka ngulit gjithmonë kokë. Edhe na ka thonë që nëse tradhtorin e vendit vet nuk e don as nona e vet, mos e tradhtoni vendin për asnjë smeme dhe për kurrë gjë, dhe nëse s'mundeni më hiç, për vendin ju duhet që të mundeni. Edhe jemi rrit gjithë fëmijët në këtë frymë. Po, fati jam është që unë i kumë zgjedh sportet luftarake, pastaj policin, kurse tjertë kanë shpirt më artistik edhe mirën në profesion. Pa tjetër se ne kemi nevojë përveç dashurisë për kombin, kush do e mbroj këtë komb? Dhe kjo është pyetja në fakt që ne i bëjmë vetes, edhe padyshim në kohëra kur lufta duket afër, njerëzit duken sikur të indiferent ndaj këtij fakti, por luftrat janë gjithmonë afër, për sa kohë nuk jemi të përgatitur për to. Thënë, ndërsa ndërtojmë paqen, ne përgatitemi për luftën. Kjo është një gjë që ti e ke marrë si mësim në shkollë. Padyshim paqe me serbët që kishin ndanit shkollën, po bëhemi gati, e mësojmë një sport. E mësojmë një sport të fortë se na duhet të mbrohemi në rast se ata sulmojnë. Kështu që ti e di që ajo vazhdon edhe tani. Ajo vazhdon gjithmonë edhe na duhet gjithmonë. Sot jetojmë, jo vetë gjenerata jonë, po gjitha gjeneratat edhe pas neve, që të ndërtojnë një paqe, po patjetër gjatë rrugës paqes të forcohemi sa më shumë që të mundemi, jo vetëm me situatën çfarë gjendemi tani, po gjithmonë edhe pas 100 vjetësh edhe pas 200 vjetësh, për arsye se ne si shtet, si komb, duhet shkojmë të bu më të fortë se që jemi, edhe shpresoj që si dikur që kemi qenë shembull për Evropën, për botën, duhemi prap pas disa viteve shembull për gjithë botën, qysh kemi qenë më herët, që nga kultura jonë edhe kanë marrë shumë çka, e sot mundohen ndoshta me na dhënë leksione kur prej neve i kanë marrë gjitha leksionet më herët, ndoshta para shekujsh. Tani duan të na mësojnë gjëra që kemi mësuar në botës. Shqiptarët. E shpresoj që na të bëhemi të fortë dhe të fuqishëm atë pikë, edhe pavarësisht paqes,
edhe liris, na kemi shumë përgjegjësi dhe obligime, i bartim me vetin në këtë kohë. Do shta dumi me punu shumë ma shumë se kur kemi punu për paqe, për me pas lirin. Tash kemi obligim me ndoj 10 ose 20 fish ma shumë, për me mbajt, me ngrit edhe me forcu.